Asnjë vërejtje që do të mund të përbënte pengesë për certifikim të listës serbe apo ndonjë partie tjetër nuk është dhënë në dokumentin që zyra për certifikimin e subjekteve politike u ka përcjell anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Lista serbe nuk u certifikuar në mbledhjen e së martës dhe kjo nxiti reagime të mëdha ndërkombëtare. Sipas rekomandimit të zyrës, subjektet politike të përfaqësuara në kuvend nuk obligohen të paguajnë taksën e certifikimit dhe të dorëzojnë listën me nënshkrime të mbështetësve. Po ashtu në rekomandim theksohet se këto subjekte nuk kanë gjoba të papaguara të shqiptuara nga PZAP-ja dhe KQZ-ja. Veç certifikimit të subjekteve është edhe një filtr të cilit do të nënshtrohen kandidatët për deputet, listat e të cilëve do të dorëzohen në KQZ më së largu të dielën në mesnatë. KQZ nëpërmjet zyrës do të dorëzojë në disa institucione kërkesat e veçanta së bashku me listën e kandidatëve që duan të certifikohen për pjesëmarrje në zgjedhje me qëllim të verifikimit të tyre nëse janë në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në qëllim të zbatimit të këtij neni, KQZ u dërgon shkresë disa institucioneve për të vërtetuar nëse ndonjëri nga kandidatët nuk mund të certifikohet si kandidat për pjesëmarrje në zgjedhje. Sipas ligjit, një kandidat nuk mund të certifikohet nëse në 3 vjetët e fundit është dënuar me vendim të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Para verifikimit të kandidatëve, PZAP-ja pritet të nxjerrë vendim mbi ankesën e listës serbe për mos certifikim. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Đurić, mos certifikimin e partisë që ka mbështetje nga Beogradi zyrtar, e ngriti edhe në Vjenë në margjinat e samitit të ministrave të vendeve anëtare të OSBE-s. Atyre u mohohet edhe drejta e votës së bashku me të gjitha të drejtat e tjera dhe Serbia është viktim sot. Ne presim që OSBE-ja, misionet në Beograd dhe në Prishtinë të mbështesin të drejtat e njeriut të gjithëve, veçanërisht të serbëve në Kosovë, sepse ata janë më të cenueshmit. Vendimi KQZ-s nxiti reagime nga SBA-ja, BE-ja e vendet e tjera të Kuintit. 2 anëtarët e vetëvendosjes në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në mbledhjen e së martës votuan kundër certifikimit të listës serbe për zgjedhjet e parakohshme. 7 anëtarë abstenuan, ndërsa 2 të tjerë, anëtarja serbe dhe kryesuesi Krishnik Radoniqi, votuan për.